Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da. Kemi përmendur se në ditën e Kiametit, kur njerëzit pra të ringjallen, të rikrijohen dhe të dalin nga varret e tyre, ata do të tubohen pastaj të gjithë bashk në një vend në pritje të gjykimit, Por nga peripetësitë që do të përjetojnë njerëzit atë ditë, dhe kjo është diçka që do ta përjetojnë edhe besimtarët edhe pa besimtarët, por për besimtarët do të jetë e lehtë në varësitë edhe ta në varësitë e imanit të tyre, në varësitë të punëve të mira të tyre, është edhe mbulimi me djersë. Siç thot profeti alayhi salatu wassalam në lidhje me ajetin kuranor, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, ditën kur njerëzit do të dalin, do të tubohen për të paraqitur tek Zoti i botrave, thot yaqumu ahaduhum fi rashhihi ila ansaf udhunayhi. Dikush nga ju atë ditë do të mbulohet me djersë deri tek gjysma e veshëve të tij. Dhe ky është një mbulim i madh që ngjan me një mbytje në djersë. Dhe ky është një hadith që përcjell Buhariu dhe Muslimi. Dhe Ibn Hajeri, Allahu mëshiroft, përmend pastaj një çështje kur i vjen radha të shpjegoj hadithe të tilla të Buhariu në librin e tij të njohur Fathul Bari, thot më pas a kjo djersë që do t'i kapi njerëzit është djersa e gjithë secilit, pra secili do të mbulohet me djersën e vetë trupit të tij, apo do të jetë një masë djerse e tij, por edhe e njerëzve të tjerë. Sepse është një ditë ku njeriu nuk zotron nga toka e ditës së Kiametit përveç vendit të këmbëve të tij. Aq vend ke, aty do të rish. Dhe do të jetë një numër i madh njerëzish, pra ka një masivitet, një grumbullim të madh, që dhe kjo sjell atë sekëlldinë, sikletin, djersitjen e vet. Thotë ka dietarë të cilët thonë se është djersa e gjithë secilit. Pra, çdo njeri që do të mbulohet me djersë në varësi të besimit dhe veprave të mira, është me djersën e vet trupit të tij. Por ka edhe një mendim tjetër të disa dietarëve të tjerë, të cilët thonë do të jetë trupi të tij, por edhe e trupave të njerëzve të tjerë. Pra sikur do të përzihen, do të bëhen bashkë. Do të bëhet bashkë një masë e madhe djerse, pra si një lum apo si një det, në tokën e tubimit, dhe do të filloj t'i mbuloj njerëzit. Por sa do të jetë koha e qëndrimit, të mbuluar me djersë, dhe si gjen në hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, do të ketë njerëz që djersa do t'i arrijë deri te kyçet, do të ketë të tjerë të cilëve djersa do t'u arrijë deri tek gjysma e kërcirit, të tjerë deri tek gjunjët, pra do të mbulohen me djersë deri tek gjunjët, të tjerëve do t'u vijë deri në mes, tek beli, të tjerëve do t'u vijë deri në kraharor, të tjerëve do t'u vijë deri në gojë. Pra, njëjtë si përmend profeti alayhi salatu wasallam, njëjtë si frerët që i vijnë kalit apo ndonjë kafshë tjetër. Pra, do të arrijë deri në gojë të tij. Dhe kjo në varësi të besimit dhe veprave të mira, dhe këtu del në pa rëndësia dhe dobia e madhe, domosdoshme për njeriu që të bëjë sa më shumë vepra të mira dhe të besojë sa më sinqerisht dhe sa më shumë Zotin e tij. Sa do të jetë kjo kohë që njerëzit do të qëndrojnë në djersë?
Sa do të jetë kjo që njerëzit do të jenë të mbuluar në ato nivele të ndryshme nga djersa e tyre. Kjo kohë do të jetë 40 vjet. 40 vjet, pra njerëzit do të qëndrojnë në një situatë të tillë. Pra të rrethuar, të mbuluar me nivele të ndryshme, me masë të ndryshme nga djersa e vetë trupit, apo dhe të trupave të tjerë sipas mendimeve të dietarëve. Dhe kjo siç vjen në hadithin e profetit alayhis salatu wasallam nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Yajma'u Allahu al-awwalin wal-akhirin li miqatin yawmin ma'lum qiyaman 40 sana." Allahu do t'i bashkojë që të gjithë, të parë dhe të fundit, në një kohë, në një vend, në një ditë të ditur, që është dita e Kiametit, duke qëndruar 40 vjet, duke qëndruar 40 vjet, shakhisatun absaruhum, dhe shakhisatun absaruhum, të shtangur sytë e tyre. Pra do të jenë 40 vjet në djers, siç vjen në hadith, se harrum ta përmendë, ta lexojmë këtu. Dhe duke pritur, thot, fillimin e gjykimit, dhe kemi thënë që dita e Kiametit është me etapa, ka fragmente të ndryshme, ka ngjarje, ka përjetime të një pas njëshme, njëra pas tjetrës, ndryshime, situata, njëra vështirësi, siklete, njëra pas tjetrës, pra nuk është e njëjtë nga fillimi në fund. Kjo ditë. Dhe njerëzit të zhytur në djeres do të presin, filloj gjykimi dhe do të zbresi Allahu subhanahu wa taala, thot profeti alayhis salatu wasallam, në hijen e reve. Edhe zbritja e Allahut azza wa jalla është e vërtetë. Ne besojmë që nga cilësitë e Zotit ton është që zbret. Ashtu siç besojmë se zbritja e tij, kjo cilësi e tij, ashtu siç çdo cilësi tjetër, nuk ngjason. Nuk është e përafërt, nuk është e njëjtë, nuk shembellën, nuk mund të marrët shembull me zbritjen e ndonjë prej krijesave. Sepse siç ka ndryshim total ndërmjet krijesës dhe krijuesit, por kështu edhe ndërmjet cilësive të krijesës dhe cilësive të krijuesit. A besojmë që Zoti ynë shikon, dëgjon, furnizon e tjerë cilësi të tij? Po. A i besojmë që shikimi dhe dëgjimi i Allahut është absolut, është i përkryer, nuk ka të ngjashëm, nuk ka të përafërt, nuk ka shembull për shikimin dhe dëgjimin e tij, leysa kemithli shay, asgjë nuk është si shembulli i tij, wa huwa as-samiul basir, dhe ai është dëgjuesi, shikuesi? Besojmë. Njëjtë edhe kjo cilësi. Pra nuk ka dallim nga një cilësi në tjetrën. Rregulli është i njëjtë për të gjitha cilësitë. Pse e përmendim këtë? Sepse ka disa njerëz të devijuar në cilësitë e Allahut, që kur përmendet një cilësi e tillë, për shembull që Allahu ka dorë, apo që Allahu zbret, ndjejnë vështirësi të vetja atyre për ta pranuar. Jo, as pak. Përderisa vjen argumenti, ajeti i Kuranit apo hadithi i saktë, pranojë dhe rri shumë i qetë. Pse ndjen të siklet njerëz të tillë? E ndjen sepse më një herë mendja ushton tek përngjasimi. Më herë ushton tek përngjasimi. Edhe kjo i shtyn që disa ta pranojnë duke e përngjasuar, zbritje si zbritja jon, thon. Dhe të tjerë i shtyn tek mohimi i cilësisë. Jo, thon, nuk është zbritje, por ka kuptim tjetër, zbret mëshira e tij, thon. Pse mëshira e Allahut do bëj gjykimin? Jo, Allahu azza wa jalla do zbres. Pra bëjnë interpretim të gabuar për ta shmangur pranimin e cilësisë. Siç është edhe qëndrimi i Allahut të lartësuar mbi arsh. Pra, shkaqet që njerëzit do të jenë të zhytur në djerset e tyre, normalisht që është pasojë edhe niveli i ndryshëm, është pasojë edhe besimit të dobët apo e gjunaheve. Por çfarë shkakton? Përmendin dietarët, ndërto përmendin
afrimi I diellit, siç do të përmendet pas pak. Atë ditë dielli do të jetë shumë pranë kokrave, mbi kokrat e njerëzve. Më pranë se sa që ishte në dynja. Shkak tjetër që përmendin është grumbulli masiv I madh I njerëzve. Pra keni parasysh për shembull në protesta që mund të jeni parë e tjerë, apo kush ka qenë në haxh, dhe ky është shembulli më I mirë për ta dhënë, në haxh, pra që në vende ku bën adhurime të përbashkëta dhe në të njëjtën kohë, pra ku pothuajse të gjithë haxhinët janë drejtuar në të njëjtin vend, në të njëjtin kohë, ka një grumbull të madh njerëzish, pra që të një masivitet I madh njerëzish që të jep edhe të jep sikletin e tij, të jep vështirësinë e tij, e cila manifestohet apo shkarton edhe djersitje të trupit. Të tjerë thonë për shkak të ndër të tjera është edhe për shkak të afrimit të xhehenemit. Si thot Allahu subhanahu wa taala, "Wa ji'a yawma idhin bi jahannam", dhe atë ditë do të sillet xhehenemi, pra do të afrohet. Dhe në xhehenemi ka nxehtësi, dhe nxehtësia e tij reflekton edhe tek njerëzit që janë mbledhur në tokën e mahsherit, tokën e tubimit, për të në ditën e Kiametit. Të tjerë thonë nga frika dhe paniku, stresi I madh që kanë njerëzit atë ditë. Dhe ajo është me të vërtetë dita e stresit, e frikës, e anthit, e shqetësimit, e mërzitjes, e trishtimit. Është ditë e vështirë. Dhe gjithë ky siklet, gjithë ky hall I njeriut për veten e tij, bën që trupi I tij të djersisë aq shumë sa arrin deri në kyçe, arrin deri në gjunjë, arrin deri në bel, arrin deri në groj. Sa do të jemi të shqetësuar në ndër të botë, nuk na ndodh që djersa jon pra të mbuloj diçka, sa do pak nga këmba jon, nuk ndodh. A diti imagjinoni sa djers do të prodhoj trupi. Sa djers, do të jenë djerse të lumë. Si me qenë I largur nga një shi I rrëmbyeshëm, nga një shi I madh, që të kullojnë rrobet, të kullon trupi, nga ujë I madh. A di djerse të dali po nga ky trup. Kjo masë e madhe djerse. Dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, që e përcjell al-Miqdad ibn al-Aswad, "Tudna ash-shamsu yawm al-qiyamati min al-khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mail." Do të afrohet dielli në ditën e Kiametit të krijesat, aq sa të jetë një mail largësi. Një mail largësi. Çfarë kuptimi ka fjala mail? Një nga transmetuesit e hadithit, që është në zinxhirin e transmetuesit të hadithit, Sulejm bin Amir, thot, wallahi thot, nuk e di cili është kuptimi me mail. Thot, a është kuptimi me të distanca në tokë, pra një largësi e caktuar në tokë, apo është kuptimi me të maili që përdoret për të lyer syt me kuhl, atë lëndën. Dhe është një shkop I vogël, pra që futet te shishja, dhe zakonisht janë shishe të vogla ato që e mbajnë kuhli, futet aty. Ky është I madh, se laps është I madh, bëhet fjalë për diçka më të vogël dhe lën njeriu syt. Po edhe kaq qoftë. Nuk e di thot, a është kuptimi me largësinë me mail, kjo pra saç është për masa e këtij sendi, apo një masë e caktuar në tokë. Dhe përse vërtet masës e caktuar në tokë, tek arabët, mail ka interpretime të ndryshme. Disa në një interpretim është që mail është sa shesyri I njeriu në një tokë të sheshtë, pa male, pa pengesa, pra është dikush tjetër atje, njeri tjetër, ai arrin ta shoh, ta shoh. Të tjerë thon kuptimi është nëse ti e dallon një njeri atje, e dallon, por jo në atë dallim që të arrish të ta dallosh se është mashkull apo femër, po vjen apo po ikën, thjesht e shes si trup. Dhe kjo është e afërt.
për një planet të zjarrt si dielli, të jetë aq pranë njerëzve është tmerr. Është tmerr i madh, Allahu na ruaj. Të tjerë janë përpjekur që t'i japin një përcaktim me distancat bashkohore, siç është metri, kilometri e tjerë. Dhe thonë që Mel parafërsisht është gati 1600 metra. 1600 metra. Pra ky diell, ky top i madh i zjarrt, ata thonë që përbën nga hidrogjeni, Allahu alem. Do të jetë qoftë themi edhe 1600 metra mbi kokrat e njerëzve. Apo mund të jetë edhe sa për masat e atij shkopit me të cilin lyhen syt me kull. Për fare pranë. Pra do të jetë gjësitje e madhe. Por nuk vdesin njerëzit atë ditë. Siç do të përmendet, sepse vdekja nuk ndodh më. Nuk ndodh më. Dhe tjetër gjë që duhet përmendim është si do të jetë gjendja e besimtarëve atë ditë. Dita e Kiametit, 50.000 vjet. 50.000 vjet. E mbushur me peripeci, me frikë, me tmerr, me përjetime të dënimeve të ndryshme, vështirësive të ndryshme. A do t'i ndodhin këto gjëra edhe besimtarve njëjtë siç i ndodhin edhe pa besimtarve? Apo a do të jetë dita e Kiametit kaq e gjatë 50.000 vjet edhe për besimtarët? Apo do të jetë diçka më e lehtë dhe më e shkurtër për besimtarët? Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, "Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti shafi'an li ashabi." Lexojeni Kur'anin, sepse ai do të vijë si ndërmjetësues për lexuesit e tij. Cili është kuptimi me Kur'anin që do të vijë? Kur'ani është fjala e Allahut, cilësi e tij. Kuptimi është shpërblimi. Pra Allahu shpërblimin e leximit të Kur'anit do ta trupëzojë në një formë, ashtu siç do të peshohen veprat. E veprat e mira do të peshohen. Pra do t'u japi Allahu pesh. Dhe Allahu ka fuqi për gjithçka. Dhe njerëzit sot arrin të peshojnë dhe ajrin. Dhe kjo është brenda mundësive të njerëzve. E çfarë mund të mendosh për Allahun e lartësuar, fuqia e cilit nuk ka kufi. Dhe thot më pas, "Iqra'u az-Zahrawayn, al-Baqara wa Ali Imran." Lexojeni dy të ndritshmet, Bekarën dhe Ali Imranin. Pse? Sepse ato do të vinë në ditën e Kiametit, do të paraqiten në ditën e Kiametit, si të jenë gamamatan. Si të jenë gamamatan. Pra si të jenë dy re, pra secila re, që bëjnë hije. Kujt i bëjnë hije? Lexuesit të tyre. Pra ai që i ka lexuar, e ka pasur zakon leximin e këtyre dy sureve. Pra ka dëgjuar hadithin e profetit alayhi salatu selam, zemra e tij është përmalluar për ta fituar një shpërblim të tillë, pra në ditën kur dielli do të jetë fare pranë kokrave, të marrë hije, nga hije që jep Allahu me anë të kësaj vepre të mirë, dhe i lexon këto sure, ka zakon, i lexoj këto dy sure. Qoftë edhe një herë në muaj për shembull. I lexon këto sure. Apo thot profeti alayhi salatu selam, si të jenë gajajeten. Gajajeten ka kuptimin e çdo gjëje që i bën hijen në kokë njeriu. Pra si të jenë dy gjëra që i bëjnë hije njeriu. Au firqani min tayrin sawaf, apo si të jenë dy tufa të mëdha me zogj me krah të hapur. Pra grupe të mëdha zogj, tufa të mëdha zogj, dy tufa të mëdha me krah të hapur dhe ngjitur me njëri tjetrin. A nuk bëhet hije nga krahat e tyre që pengrojnë dritën të kaloj poshtë?
apo nxehtësinë të vi poshtë, bëhet. Edhe kështu do të jenë, thot profeti alayhi salatu wasallam. Dhe thot më pas, tuhajjani an sahibihima, duke e mbrojtur lexuesin e tyre dhe duke dialoguar për të. Pra që ti lehtësohet dënimit, shpëtojnë nga dënimit, shpërblehet për të vepër të mirë e tjerë. Dëshmojnë që ky ka lexuar të dy sure. Pse këto dy sure kanë të shpërblim? Pse pikërisht këto dy sure? Thonë dietarët se për shkak të emrave, cilësive të Allahut që përmenden në to, rregullave, gjykimeve që ka në to, shembujve që ka në to. Pra janë sure të veçanta, Bekaria dhe Ali Imran. Dhe thot më pas profeti alayhi salatu wassalam, akhdhuha baraka wa tarkuha hasra. Leximi i tyre është bereqet. Është bereqet. Ndërsa lënia e tyre është dështim. Lënia e tyre është dështim. Pra vepër e lehtë vëllezër, dhe fiton bereqet. Dhe lënia e tyre është dështim. Dështim çfarë? E ke privuar veten dhe i ke ndaluar vetes tënde përfitime të mëdha. Nuk themi se ke bërë gjuna, nuk është kuptimi që bërë gjuna, por ke humbur përfitime dhe shpërblime të mëdha. Allahu t'i dhuroi, ti nuk i more. Nuk e morë këtë dhurat të Zotit tënd. Wala tastati'uhuma al-batala. Dhe nuk kanë fuqi mbi to magjistarët. Sure që të mbrojnë nga mësyshi, që të mbrojnë nga magjia. Pra, këto dy sure do të jenë shkak që t'i lehtësohet besimtarit nxehtësia përvoluese e pa imagjinueshme e diellit mbi kokrat e njerëzve atë ditë. E normalisht ky është një shpërblim që nuk do ta marrë pa besimtari, sepse atij nuk i pranohet asnjë vepër të mirë, edhe nëse themi që e ka lexuar këto dy sure. Por ka qenë munafik për shembull, ai nuk e përfiton një shpërblim të tillë. Pra kjo është një lehtësim që jepet besimtarit. Gjithashtu përcillet në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu ta'ala anhu se profeti alayhi salatu wasallam ka thënë, "Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin", ditën kur njerëzit do të paraqiten te Zoti i tyre, thot miqdar nisfu yawmin min 50,000 sana. Kjo është gjys dite nga 50,000 vitet. Gjysmë dite nga 50,000 vitet. Pra, gjys dite, thonë dietarët, kuptimi, nga dita e kiametit, që është 50,000 vjet. Gjys dite nga dita e kiametit, që është 50,000 vjet, por me ditët e dynjas tek Allahu. Wa inna yawman 'inda rabbika ka 1000 sanatin mimma ta'uddun. Një ditë tek Zoti yt është sa 1000 vjet që ju i numëroni. Një ditë tek Zoti yt sa 1000 vjet që ju i numëroni. Pra një ditë tek Allahu sa 1000 vjet në dynja. Ndryshon koha e dynjas me kohën e ahiretit. Cila është gjysma e 1000 viteve? 500. Pra për besimtarin e ditë do të jetë gjatë 500 vjet. Kjo është masa kohore apo përcaktimi i parë kohor që po përmendim ne. Sepse vjen në hadithet e tjera, në tek Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu dhe hadithin e parë sa Sheikh Albani që përmendëm, se profeti alayhi salatu wasallam ka thënë, "Yawmul qiyamati 'ala al-mu'minina ka qadri ma bayna adh-dhuhri wal-'asr." Dita e kiametit për besimtarët është sa koha ndërmjet yles dhe ikindis. Akoma dhe më pak se ajo që u përmend në hadithin e parë. Këto janë argumentet më të sakta që vijnë lidhje me këtë çështje, sepse vijnë dhe argumente tjera, por kanë fjalë tek zinxhiri i tyre. Këto janë më të saktat. Vjen një argument që do të jetë sa koha e faljes së një namazi farz.
por ka fjalë të zinxhirit i tij. Ata kundërthënin ndërmjet këtyre dy haditheve, njëri 500 vjet dhe tjetri 500 vjet me përcaktim me atë pjesimin që bëm ne, me të kohë tjetër që përmendet nga yleja deri tek ikindia, nga drejta deri tek ikindia, jo, nuk ka. Sepse kjo do të jetë në varësi të besimit dhe veprave të mira që ka bërë besimtari, sepse jo të gjithë besimtarët janë një lloj. Janë të gjithë me tauhid, sepse përndryshe s'do të ishin besimtar, por masa besimit të tyre, sinqeriteti i tyre me Allahun, përkushtimi ndaj tij, numri i veprave të mira ndryshon nga njëri te tjetri. Ashtu siç ndryshon e njëjta vepër, ne falim namazin të gjithë bashkë, në të njëjtën kohë veprimet tona, në të njëjtën kohë shprehjet tona, jemi në të njëjtin vend, por sa shpërblim merr njëri nuk merr tjetri. Dhe kjo në varësi të sinqeritetit, përqendrimit, përkushtimit në madhërimit e Allahut në këtë vepër të mirë. Pra, këto janë ato çështje që mund të përmendim. Thotë Al-Hasan al-Basriu rahimullah, përmend në një të fjalë të tij, se thotë dita e Kiametit 50.000 vjet nga vitet e dynjas. Pra sa 50.000 vjet nga vitet e dynjas. Lind pyetja, 50.000 vjet nga vitet e ahiretit, që një ditë tek Allahu është sa 1.000 vjet tu, apo me ditët e dynjas, me ditët e dynjas, me vitet e dynjas, me vitet e dynjas. Dhe jo thot se dita e Kiametit ka mbarim. Por kjo është koha, thot 50.000 vjet është koha nga fillimi i Kiametit deri me hyrjen e njerëzve në xhennet dhe xhehenem. Kjo është 50.000 vjet të zjas. Dhe jo se mbaron si ditë, sepse është ditë që ka fillim, po nuk ka mbarim. Pra kur ty në xhennet nuk do të filloj ditë e re. Por do të vazhdoj koha. Do të vazhdoj kjo ditë me etapat e reja që është hyrja e banorëve të xhenetit në xhenet përgjithmonë dhe hyrja e banorëve të zjarrit në zjarr përgjithmonë, apo përkohësisht për sepër të besimtarëve gjunafqar, për të dalë pastaj përfundimisht nga xhehenemi dhe për të hyrë përfundimisht në xhennet. Me qartë kjo fjalë Hasan al-Basriut, Allahu e mëshiroft. Elusim Allahun subhanahu wa taala na lehtësoj ditën e gjykimit, përfundimin ton ta bëj përfundimin më të mirë. Na lehtësoj llogarinë, apo të nafusin në xhennet, pa dhënë llogari dhe pa përjetuar më parë dënim. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.